Dashuria ashtu është, rrallë kush e kupton. Thonë se dashuria nuk njeh kufi. Bëhet fjalë për disa prej fytyrave tona publike, të cilat tani më në krah kanë partner apo të dashur jo shqiptar. Disa prej tyre këtë dashuri e kanë kurorzuar me martesë, e disa të tjera po presin rend. Kush bën pjesë në këtë listë e ndjekim vetëm pas pak. Dikush më herët e dikush më vonë, secili prej nesh duhet të kemi një partner në krah. Shumica e fytyrave tona publike tani më këtë çështje kanë zgjedhur. Lidhjet e dashurisë apo dhe martesat janë drejtuar edhe jashtë kufive shqipfolës, me njerëz të kombëve të ndryshme: Linda Halimi, Emina Qurmulaj, Soni Malaj, Eliza Dushku, Eda Zari, Inida Gjata, Elsa Lila, Anjeza Shahini, Mise Beshiri, Eviz Gjeneti janë vetëm disa nga femra shqiptare që zgjodhen partner të huaj për të ndarë shtratin. Soni Malaj, këngëtare nga Shqipëria, dashurinë e saj të fundit e nisi në Dancing with the Stars me balerinin Mirko Lucarelli nga Italia. Lidhja e tyre në fillim ishte vetëm profesionale, pasi që nuk u shpërblye në spektaklin e vallëzimit, ata nuk lanë njëri tjetrin duar thatë. Profesioni i tyre i shpiu në një lidhje dashurie mjaft simpatike. Ata u zhvendosën për sa kohë në Spanjë me vendbanim, ku rezultati i lidhjes së suksesshme tani është edhe vajza e tyre e parë e pagëzuar me emrin Ana. Soni Malaj, edhe pse u bë nën pas të 30-tave, veten dhe familjen nuk e lë anash. Ajo është të përkushtuar ndaj burrit, fëmijët dhe jetës së lidhur ngushtë me skenën. Ngjajshëm, marrëdhënie pune me Big D nisi edhe Linda Halimi, ku më pas u kthehua dhe u shndrua në dashuri. Pa kohë pasi u fut biznesit muzikor, Linda tregoi edhe për lidhjen e saj me të dashurin e ri. Por shtypjet e para për këtë lidhje thuheshin të ishin një. Në fillim thuhej që kjo lidhje ishte asgjë më shumë si një kapriço mes dy të lartë përmendurve. Kjo ranui pasi që çifti i lezetshëm kosovo-jamaikan për privé zbuluan edhe vendodhin e realizimit të dasmës së tyre këtë vit. Ndryshe nga Linda, Anjeza Shahini asnjëherë nuk ishte përfolur për lidhje, por kjo rastësisht u zbulua, por pakës me vonesë. Ajo tani e 2 vite është për krah diplomatit anglez të quajtur Paul. Lidhja e tyre ishte miqësore në fillimet e njohjes, përderisa Paul ishte në mision në Tiranë, ku më vonë u shndrua në dashuri që sipas çiftit dita e ditës po forcohet. Kjo na le të bindemi që ndoshta edhe gjatë nuk do të shkojë, e Anjeza nuse angleze do të shkojë. Emina Qurmulaj, pas dështimit të fesës që pati me djaloshin nga malësia e madhe, gjeti vetën në krahët e miliarderit Sam Nazarian, ku ishte përfolur shumë për lidhjen e këtyre dyve, derisa modelja hapi zemrën për mediat vendase dhe pranoi lumturinë që po shijon në luksin e dashurinë e ofruar nga Nazarian. Inida Gjata apo Zhaku, e cila së fundmi solli librin e saj hakmarrës për disa prej kolegëve të saj, lidhjen e saj ka përshtatur me muzikantin nga Gjermania Christian apo të njohur si Dakar. Lidhja e tyre nuk është vetëm emocionale, pasi që çifti kanë disa gjëra të përbashkëta, që nga muzika e deri tek shenja e njëjtë e horoskopit e cila është Dashi. Dakar tani ka vite që është po ngulur në Shqipëri, me siguri për të qenë më afër dashurisë së tij. Fama nuk është e vetmja gjë që Elsa Lila fitoi në Itali. Ajo në ishullin Madagaskar njohë dhe njeriun ideal për të, Alessandron. E si fryti martesës së tyre, më 8 mars erdhi në jetë vajza Evita. Shtrohet pyetja: si do të jetë drejtimi i jetës së Evitës me një baba zhytës në ujëra të thella e një nën këngëtare? Nga Italia shkojmë në Amerikë tek aktoreja Eliza Dushku. Në vite diferencë në moshë nuk janë asgjë për aktorën dhe basketbollistin amerikan Rich Fox. Dashuria e tyre prej 3 viteve nuk i la asnjëherë të vetmuar. Çifti momentet më të lumtura gjatë 3 viteve nuk hezituan për t'i ndarë me media. Ata ende janë të fejuar dhe pritet të martohen së shpejti. Nuk po ndorrojmë as shtetin. James Shaffer, basisti i bendit Korn, ra në dashuri me bukuroshën shqiptare Eviz Gjenetit. Aktoria mori për burr më 2 janar të vitit të kaluar muzikantin në fjalë me një dasëm Breslënse në Paris. E tëra zhvillua në kullën e Eiffelit larg syrit mediatek. Çifti tani gëzon një vit martesë së bashku me djalin e tyre gjysmë shqiptar. I kthehemi sportit. Portieri i ekipit futbollistik Andres Lindegard është dhëndër kosovar. E dashura e tij modeli Mise Beshiri ka 2 vite që bashkëton me portierin, duke shprehur haptas ndjenjat e fuqishme për këtë lidhje. Portieri shutin e fundit në dashuri dha duke sjellur si rezultat të fundit edhe djalin. Si popull kemi arritur në pikën që të mos jemi racist, fobik e gjykues për lidhjet e dashurisë mes vete. Thënia për këto çifte të përziera: dashuria asnjë kufi i vlen tani më shumë se kurrë. U trashëgofshet.